Një aksident u regjistrua tek harku i Bërdiqës në rrugën Shkodër-Velipoj, një automjet u përplas me një motocikletë. Burime nga vendngjarja bën me dije se drejtuesi i motocikletës është dëmtuar në njërin këmbë, ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Me njëherë pas aksidentit, personi i lënduar transportuar në Spitalin Anal të Shkodrës në një autoambulancë e shërbimit kombëtar të urgjencës. Në vendngjarje mbërriten dhe forcat e policisë duke nisur hetimet për këtë aksident të ndodhur. Nga veprimet e paraprakave të grupit të ekspertizës, dyshohet se ky përplasje erdhi si shkak i mos respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor. Automjeti Benz po kthehej në rrugë ndërsa personi me motor dyshohet se kanë qenë me shpejtësi duke shkaktuar këtë aksident. Në motor ndodheshin 2 persona, ndërsa të lëndua vetëm drejtuesi, teksa personi tjetër është larguar më njëherë pas kësaj përplasje. Policia vendore e Shkodrës është duke hetuar për të nxjerrë shkaqet e plota të këtij aksidenti rrugor. Në të njëjtin vend pak kohë më parë ndodhi një tjetër aksident tragjik i ngjashëm ku humbi jetën një person në moshë të re. Ndërkohë aksidenti që ndodhi së fundmi është një ngjarje e paralajmëruar në atë pjesë të rrugës Shkodër-Velipoj, tetë problematike se përket aksidenteve. Në atë zonë përplasjet e automjeteve apo motocikletave janë të shpeshta duke shkaktuar dhe humbje jetësh të plagosur rënd apo personë të lënduar si në rastin e fundit. Më herët banorët i kanë bërë thirrje autoritetit rrugor shqiptar si dhe institucionet tjera që të marrin masë të dhura për vendosjen në mënyrë urgjente kufizuese të shpejtësisë. Këtë kërkesë kanë bërë edhe përpara, por deri tani nuk është marrë parasysh dhe aksidentet vijojnë të shumta pranë harkut të Bërdiqës. Ndërkohë në Shkodër numri aksidenteve rrugore vjen të një shqetësim në pjesën e të rasteve janë si shkak i mos respektimit të rregullat e qarkullimit rrugor që lidhen me normat e shpejtësisë të kaluar, parkalimet e gabuara, përdorimi i celularit dhe konsumimi i alkoolit.